Përshëndetje, emri im është Sedin Dino Mehmeti, jetoj në Vjenë dhe para 30 viteve u lind djali im me aftësi të kufizuara, ku faktikisht dëgjimi i tij ishte komplet i damtuar. Mbas pyetjeve të shpeshta që i patëm se çka do të dhe si do ta realizojmë apo çka do të bëhet me djalin ton, kemi ardhur deri te përfundimi që faktikisht gjaja ma adekuate për të ishte faktikisht implantimi koklear. Do të thotë që është një dëgjim artificial të cilit faktikisht djalit ton, fëmijët ton, i ndihmoi shumë për faktikisht për zhvillimin e tij të mëtejshëm. Mund të them që me 4 vite u bë implantimi i parë në anën e djathtë të tij, ku edhe rezultatet ishin me të vërtet shumë pozitive. Pra, ai filloi të ndëgjoj me arritjen e dëgjimit nga ana e implantatit koklear, u hapën edhe shumë dritare në personin e tij që i ndihmuan faktikisht në krejt ato dëmtime që ai i kishte si person me aftësi të kufizuara, faktikisht u realizuan në mënyrë shumë pozitive. Sugjerimi jem për çdo familje e cila ka problem faktikisht në familjen e tyre sa i përket dëgjimit, do të ishte implantimi koklear. Unë kam zgjedhur firmën faktikisht Medical Electronics, është firmë Vjene, firmë austriake, ku mund të them që jam shumë i kënaqur për formën dhe për procesin e të dëgjuarit, të cilën prej atyre faktikisht në formë të implantit e kam fituar. Pra, për çdo rast në këtë formë i udhëzoj çdo prind që në këtë drejtim të punojnë dhe të i ndihmojnë fëmijët e tyre faktikisht me një implantim koklear. Ky ishte sugjerimi jem i sinqert, domethënë ndaj çdo familje që e ka këtë problem në familjen e tyre. Faleminderit.